Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues, vazhdojmë bisedën me zëvendës kryeministrin e parë të Republikës së Kosovës, zoti Ramiz Kelmendi. Zoti Kelmendi, e mbyllëm këtë pjesë parë bisedës me bizneset e reja në ardhje, me ekonominë e re, siç ju referua. Çka po bëhet këtë pikë? Si të stimulohen trit për shembull? Ju, domethënë me 10 herë, jo vetëm në këtë studio, po gjithandej në prezantimet publike, ju kam dëgjuar tek thënie që Kosova ka një potencial të madh njerëzve të ri, cilët mund t'i shtim edhe, domethënë mund t'i fuzim edhe në kodër si fuqi punëtore, por edhe njerëzve që kanë ide, kanë kreativitet. Po bën Kosova për njerëz që kanë iniciativa. Dim që politika e bankave në Kosovë vazhdon të jetë disfavorshme për bizneset e reja, për start-up bizneset. Shqy që une i kom trajtu më kujdes, pse ne nuk kemi bizneset reja. Qeveria nuk e ka këtë rol, po une me qenë se du me lujtë një rol edhe pak këshillëdhënës dhe motivus, une një qytetarët e mi si njerë shumë dërshëm. Dhe shumica e atrive që për sape kanë përfunduar universitetin, kanë ide, por nuk kanë para. I sa po diplomuari, çdo herë për prindin është fëmijë. Dhe pabesueshmëria prindore është më e tepër e zhvilluar se sa që duhet. Dhe kujdesi i tepërt e pengon procesin e zhvillimor të fëmijëve të vet. Dhe ata, edhe fëmia, priton me marr pasurinë e babës e me qitë një hipotekë. Për arsye se frigohet mos pja humb. Dhe shpeshherë idetë të tilla munden edhe me shkaktu humbje të tilla, por çka kemi bërë këtu? Qeveria ka menduar dhe ka krijuar një fond për garantimin e kredive. Kjo ka për qëllim që bankat komerciale dhe është nënshkruar marrëveshja me bankat komerciale, të gjitha ata të ri që kanë ide dhe ndërtojnë projekt për vetë punësim apo për ndonjë ekonomi të vogël, të paraqiten para bankave dhe kushtet në banka kontraktohen, mirën vesh, dërsa pjesën e garantimit të kolateralit e merr fondi për garantimin e kredive. Kjo është e mirë për të gjithë inovatorët e ri, për të gjithë aktorët e ri. Dhe nëse kjo fuqizohet dhe kërkesat shtohen, shteti i Kosovës do gjejë mjete të vazhdueshme dhe donatorë të vazhdueshme, por nëse është nevojë edhe nga vetë fondi rezervë që e ka, në mënyrë që ti mbështes maksimalisht atë ri. Të njëjtën gjë e kam studiuar edhe te fermerët. Edhe fermerët e kanë të njëjtin problem. Pse janë të pjekun, ata kanë një tokë të trashëguar nga prindët e vet, nga paraardhësit e vet. Dhe shpeshherë kanë mërzi me shku banka, me polici dhe me abo konfiskimin e pronës në fshat. Se është një farë turpi shumë i madh. Dhe nuk i çasën fare kreditimit vetëm për mungesë të formës së dhënies së kredisë. Unë jam shumë profesionalist dhe i njoh të gjitha metodat e mundshme që e bojnë çdo biznes dhe çdo lloj biznesi të suksesshëm, me çfarë do forme të kredisë së dhënën. Se në Kosovën tonë ekziston vetëm një formë e dhënies së kredisë. Në shtete të ndryshme, matematikisht, ekzistojnë disa forma që i përshtaten të gjitha llojeve të biznesit dhe të gjitha llojeve të njerëzve. Dhe shumë interesant, mungesa e kulturës, së dhënies së kredive, mungesa e kulturës se këtyre performancave të punësuarit të bankës e kanë bërë bankën konservative. Dhe unë jam të punu si me konservu bankën në mënyrë që ajo mos me rreziku fare nga elementet e mos kthimit të kredive dhe të kushteve të kredive, po me bënë një dhënie të kredisë me kushte të caktuara që gjithmonë dolin përfitues të dytë. Për mua si pjesë e qeverisë jam interesuar që edhe institucionet financiare me dalë fitues, po edhe investitori me dalë fitues, se del edhe tregu fitues. Kur fillon implementimi i garantimit të fondit për kredi? Ka fillu, është të punu. Por njerëzit nuk janë duke u paraqitur sa duhet. Unë i ftoj qytetarët, le të përgatiten, le të kenë, le të shtojnë seriozitetin. Për shembull, zoti Kelmendi, është shumë e rëndësishme kjo që t'i shpjegojmë edhe opinionit publik. Çka realisht duhet bëjë një njeri që të kërkojë një kredi në bankë, cilën praktikisht qeveria do ta garantojë domethënë pjesën e kolateralit, cilën s'mund ta kthejë? Është kriju institucioni apo fondi
për garantimin e kredive. Është i kriju, i ka kretë marrëveshjet me banka dhe vetëm kërkohet që kredimarsi me dërzu projektin dhe kur të dërzon projektin, më thonë që një pjesë, këtë projekt për lypi më mbështet fondi për garantimin e kredive. Dhe ata e qojnë qatë projekt. A do të ketë kritere të vetë financimit, dhe më thonë brenda kësaj? Mundet me qenë, në atë kohë kur o formu këj fond, unë nuk kom qenë pjesë e qeverisë, për arsye se pjesëmarrja në vetë financim është njëna prej pengesave, ka me qenë njëna prej pengesave që ky fond mos më mujtë më përdor, dhe unë shpresoj që në një tarme të afërt do ta bëjmë edhe këtë ndryshim, që fondi për garantimin e kredive me garantu edhe pjesëmarrjen në investim. Mirë, kur jemi të ekonomitë e reja, zoti Kelmendi, nuk mund të mos e përmend faktin që një numër i madh i prodhuesve vendor ka një konsiderat të jashtëzakonshme në raport me ETC-n. Do thonë është ETC-ja është supermarketi unë i famshëm që nuk besoj që ka familje në Kosovë që nuk e njeh. Ju keni kriju ambiente, ju keni kriju edhe kushte të favorshme për një numër të madh të prodhuesve vendor, ende pa ende pa pas edhe ateste për ato produkte. Ju keni kriju hapësirë të jashtëzakonshme në kodër të marketeve të juaja. Shiqo, e them të në funksion të idesë edhe në funksion të këtij biznesit të ri dhe kësaj ekonomisë në ardhje. Sepse dorën zemër nuk mund gjesh një grup njerëz ose një ndërmarrës të ri në Kosovë që të nis një biznes e të ka një shpresë brenda Kosovës, dikush që e mbështet, një superfuqi që e çon parë ose një superfuqi që spaku i garanton të ketë të ekspozuar me dignitet produktin e tij fillestar. Kur unë kam marrë një historikë, kam shpjeguar në 2 emisione. Serbia ka desht me përmbyll rrjetin e vet tregtar me pakicë nëpërmjet Shqipnisë. Ma arë me ble ETC-n në Kosovë, nëpërmes njerëzve të Shqipnisë. Dhe janë para përgadit temat, duke qujt firmën Ekonomski Trgovinski Centar. Kjo ka qenë një nocion i njerëzve që kanë dashur me përmbyll Serbinë me sjellën në Kosovë, që kinë se unë kom qenë punëtor dhe vetëm shërbys i njerëzve të meqëm nga Serbia, se duke mendu që vetëm në Serbi ka njerëz të meqëm, se ka fitu luftën e UÇK-s Serbia edhe politikën e udhëhequr nga Ibrahim Rugova, që do të thotë kjo. Dhe kanë deshtë edhe më likvidu. Për me mujt me ashit edhe me përmbyll rrjetin tregtar me pakicë. Se kjo është edhe deklaratë edhe kanë deshtë me të likvidu që të marrin kompaninë? Po, kanë deshtë spajt më bo ulljen ekonomike, më raun në krizë, më detyru me shit, pastaj më likvidu pse e kom shit. Në emën të një tradhtie. Për me përmbyll sistemin ekonomik të shitjes me pakicë të Serbisë në Kosovë. Kush ka deshtë ta bëjë këtë, zoti Kelmendi? Këto janë njerëzit prej Shqipnisë edhe njerëzit prej Kosovë, që janë kanë qenë edhe në pushtet. Dihet kjo, kam thonë publikisht, por fal intervenimit që e kam bërë me kryeministrin atëhershëm, zotin Thaçi, e kam dalë këtë proces. Se ka qenë organizuar aq mirë deri në likvidim. Pse kanë deshtë me marrë tregtin me pakicë? Se tregtia me pakicë është kontrollori kryesor i shitjes dhe i hapësirave shitse. Dhe çka kam bërë? Unë e kam pa që blersat e mi, konsumatorët e mi janë vendaset e mi. Dhe nëse mu vendaset e mi po ma kthejnë me blerje, unë kam obligim që prodhuesve tonë t'ja u kthejnë me blerje dhe une, në mënyrë që t'ja afroj prodhuesin me konsumatorin. ETC-ja ka luajtur një rol shumë strategjik, që nuk kishte më ndodhur në botë ky zhvillim ekonomik i Kosovës, po mos kishte qenë ETC-ja në këtë nivel. Për arsye se s'ka pas gati produkt që prodhohet në Kosovë, që nuk e kanë zonë venin në raftet e ETC-s, e pastaj kemi bërë dhe javë të prodhimeve vendore shumë në mas, dhe sa herë që kemi marrë, javë neve na u ka rritë qarkullimi. Zdia dini, veç për ju të regoj, ka ETC-ja që bën qarkullim me kompani prodhuese vendore deri në 15 milion euro në vjet. Ma shumë bojmë me një prodhues vendor se sa që bojmë import për Serbisë. E kush nëse është sekret, zoti Kelmendi, është ai prodhues që prodhon
15 milion euro për po është fabrika e birrës, e lonxheve, e tjetër. Po kemi na shumë firma prodhuese vendore që bojnë me miliona qarkullim me të cënë vetëm. Prandaj, prodhimtaria jonë ka hec, por ne jemi të mangët në informata çka kemi. Dhe shpesh nemi në një farë terrë informativ për arsye se po dëshirojmë me tregu veten që vetëm Serbia është më e fuqishme se na. Jo, e thash edhe me shka se riktheva këtë temë edhe një herë sepse sohër që ne kemi një problem me politikën në Beograd, sikur, me thonë, kujdestor për të pranuar gjithë ato gabime, këto sherrë bët Ramiz Kelmendi dhe Elkusi dhe ETC-ja. Unë muj me thonë me plot përgjegjësi, unë nuk jam shefi, unë nuk jam as i dheti. Nuk jam as i dheti s'jam. Por çka më bën punë mua ajo mi dheti, ajo 20. Kur shteti jam important. Por blen. Po blen se ka nevojë, por ne blem edhe për Shqipërisë. Jo keni pa. Na kemi qenë një firmë Shqipëni. A dini se eksportojmë edhe në Evropë. Na prodhojmë edhe çojmë Greqi. Ka prodhues vendor. A besoni se ka prodhues vendor që unë e prodhoj një prodhim dhe shkon e blen në Greqi se blen prej meje. E unë opet punoj me to. A di pse punoj me to? Vetëm për arsye se e du prodhimin vendës. Nuk e don kush më shumë se unë. Nuk ka shqiptar në Kosovë që bën më shumë për prodhimin vendës se sa që bën Elkosi dhe TC-ja. Prandaj këto e dinë të gjithë, ju në mjetet informimi, shko pyetni të gjithë. Apo don me pemë, apo don me perime. Unë ta thash dhe e thash pa dëni si tush mision ekstra këtë punë, sepse ne kemi klient, zoti Kelmendi, shumicën e prodhuesve vendor, që reklamojnë në televizion dhe në bisede sipër me ta, do thënë gjithë secili, veç e veç, thët, hapur që Elkosi ka ndikuar dhe ETC-ja është shitës jonë më i madhë. Edhe është shitësi më i madhë, është ekspozusi më i madhë, është pagusi më i mirë. Stabiliteti i pagimit është shumë më rëndësi. Pagesa me kohë dhe stabiliteti jam ekonomik është frytëdhënës për stabilitetin e Kosovës. Po pse atëherë një fajtori kujdestar për gjithë çka do të Kosovë? Jam fajtor dhe Serbin, përveç pjesës që thatë që dikush Serbi dhe dikush Shqipni tentoi që tu merrte kompaninë në kanalet kriminale. Përkatësia jam edhe orientimi jam politik. Që unë gjithmonë dhe fjalët e mia që unë i flas. Gjithmonë kanë qenë që mua më ul dhe më ndiku negativisht dhe disa parti opozitore. Konkretisht, më të shumti në këtë punë, kanë bërë vetëvendosja. A ka njerëz në vetëvendosje që importojnë nga Serbia? Po që s'ka. Kush për shembull? E dini që unë e kam marrë në një emision televiziv, para studentëve. E kam marrë një kek sempre. E kam nxjerrë për gjepit. Edhe i kam thonë. Po doni me zavensu plazmën, që ko sempre. Njerëzit prisat emision e kanë marrë, të nqizume kanë qunë fabrikë, me i tregu që distributori juj o ka folë për prodhimin e vetë. Dhe unë nuk turpron afare, se unë jam politikan, isha deputet. Dhe sa herë që do të flasë për prodhimit e mija. Unë fare nuk ndi përgjithësi. Kush janë këta zotër Kelmendi, sepse thash, nëse tjerë të ngurojnë që të apostrofojnë emrin tuaj për këto gjëra, pse po ngërani të apostrofojnë ju të tjerët? Ti e ki, ti sot e ki çështjen e vetëvendosjes. Vetëvendosja është propagandusi më i madh i çështjeve negative, sa i përket Elkosit. Edhe mund të them diçka. Kur e keni pa Albin Kurtin të e vizituar ndonjë ekonomi? Kur? Pse s'vjen Albin Kurti me vizitu ekonominë e Elkosit? Prodhimtarinë e Elkosit. Kur është shku te prodhimtaria Devollit? Kur është shku te prodhimtaria Tjetit? Nuk muj me qenë të gjithë prodhimtarët shkatrus të shoqërisë. Kur e keni pa shpendametin të shkutë në një prodhimtarinë e qytetit e Prishtinës? Unë shkoj të gjithë cila prodhimtari. Pse shkoj të gjithë cila prodhimtari? Vetëm se njoftona me çështjet e saj dhe me mundësinë e krijimit të legjislacionit për ta. Unë jam këtu për më ndihmu atyne. Nuk jam hip në qeverinë e Kosovës me ndihmu vetit. Megjithatë ata po thonë nuk mund t'i ndihmohet prodhimit vendas përderisa ne importojmë nga Serbia. Pa nuk e din ata, nuk e din as çka është
as nuk e din çka është tregtia e lirë. Tregtia e lirë është faktor që nuk mbyllet. Ne kemi pa një Shqipëri pa tregti të lirë. S'ka mo qytetar shqiptar që e do një Shqipëri të tipit të mbyllur apo një Kosovë të tipit të tillë të mbyllur. Unë e kom përjetuar ato. Dikush se mendon që mund të qenë komunist, ma i mirë dhe ma i kuq se ata të kuqe që kanë qenë, e ka gabim, se ka kalu koha. Prandaj, duhet me qenë shumë transparent, jo për shkak të meje, se ti mund të kesh mërzini për një person. Nga Serbia hinë 400 milion. Duhet më ule me pa gjithë cili politikan. Qka mujmë me prodhue? Unë e kam, në mars fillan procesi i prodhimit të kun, një pjesë e madhe procesit prodhimit. 60 milion kila kam i prodhu në vjetë. 60% për tyne në zavendësimi Serbisë. Po unë nuk foli, po unë e zavendësaj. S'kam unë nevoj me morë të panë. Pse e bëjnë këtë punë, zotri Kelmendi? Nuk kanë një uni. Nuk kanë një uni. Pa e bëjnë vetëm raport me ty. Unë e thëmë edhe i herë dhe thëmë me plot përgjithësi, i vetëmi kujdestar në Kosovë për raportet tona me Serbinë, kur vinë në pyetje raportet tregtare se pjesa tjetër e thirrjeve për bojkot produkteve serbe, fajtor kujdestar gjithmonë për këtë çështje është ITC dhe Ramiz Kelmendi. Merrni ju, sepse është normale që një prodhues i vendit, zoti Kelmendi, del diku në Kosovë nga atje ku prodhon, dhe përmes statuseve në Facebook ose përmes asociacioneve ndryshme që i thanë në fillim, të bëj thirrje që të konsumohen më tepër produktet e vendit, po të bëj thirrje që të bojkotohen produktet e Serbisë, të Maqedonisë ose të Greqisë ose Gjekundi. Është pa komplekse kjo punë. Jo, shiqo, jo merrne mledhjet të kuvendit. Vendosja ma shumë e ka fjalën Serbisë se sa fjalën Kosovë, edhe Shqipëri. Ngoj, ma shumë e përdorin fjalën Serbisë se sa Shqipëri. Për arsye se e kanë gjetë zgjedhjen. Problemi është të disa. Kuptimi politik i zhvillimit ekonomik. Të gjithë ata që e propagandojnë zhvillimin ekonomik të barabartëve. Fjala dhe barabartë, do të thotë, na do të me vendosë me pas të gjithë një uniform të njëjtë, se që është barabarësi. Na do të me vendosë që nuk dojmë me pas kapitalista, dhe dojmë me pas krejt vetëm klasë punëtore. Se letë është mi bo njerëzit e pasur të varfër. Po është problem mi bo të varfërit pasur. Ku me marë me pas kosovarët aeroplana, helikoptera, kere, makina. Se Kosova nuk është më rëndësi sa e ka malsin. është më rëndësi sa e ka ideologjin ekonomike për zhvillim. A kemi konsolidu këtë ideologji? Po se nuk mujna me konsolidu kur krejt njerëzit që kanë për disa shoqëri politike, për disa lider politik, është negativitet. Prandaj s'ka lidhja është Ramizin, nuk është fjala këtu për Elkosin, as për Ramizin, është për sistemin ekonomik që Ramizi e ka ndërtu. Dhe po do me ndërtu në qeverinë e Republikës Kosovës, dhe po do me ndërtu në Kosovë. Neve na në vytë njerëzit ekonomike zhvillum. Neve nuk na vynë njerëzit që me qenë të varfër. One nuk e dojat mendim. One nuk shkojnë punë kom, nuk hipi as në autobus. Unë hipi në autobus me i po, sa hekin ata dhe sa vështirë shkojnë në punë duke pas një komunikacion dendur, dhe me zgjedhat çështjen e komunikacionit qysh më shku ma shpejt në punë. Po mu bo pjesën e një pjesë që nuk kanë mjete financiare, ata do të mja bo, ku me marrë me pas të gjithë kjere. Dhe me shkue si zotni, dhe me qenë tamam si ka hije një qytetarit me pas një standard jetësor, një rokë të mirë, një pushim të mirë. Faleminderit që ishit politik tribuna Channel sonte, zoti Kelmendi. Faleminderit edhe për jush. Të nderuar shikues, kaq kishim për sonte, biseduam natyrisht për zhvillimet e fundit politike, për raportet tona me Serbinë, për bisedimet atje, dhe pjesën tjetër të bisedës, shumica ndërmuese ja kushtuam ekonomisë. Kisha në studio zëvendës kryeministrin e Kosovës, zoti Ramiz Kelmendi. Do shihemi prapë të njëjtën deri atëherë, mirëmbëjtje.